ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Të nderuar xhamat, ashtu sikur që e filluam muajin e Ramazanit, gradualisht edhe po e përcjellim ata. Lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu me të gjitha emrat e Tij dhe cilësitë e Tij të larta që Zoti kontributet tona t'i bën kabull, agjërimet tona t'i bën kabull, mundimet tona që i bëjmë për hir të Zotit Xhelle Xhelalu, Zoti t'i regjistron në regjistrin e veprave të pranuara tek Ai. Andaj të nderuar xhamat, besimtari nuk duhet të kaplohet nga dembelia. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur vjente 10 shi i fundit, aty edhe ndahen shpërblimet, aty ndahen edhe meritat. Por këtë arsye përvishej dhe bëhet edhe më i zellshëm në adhurimin ndaj Zotit Xhelle Xhelalu. Por këtë arsye besimtari nuk duhet të thotë se jemi nga fundi edhe ne duhet të dorëzohemi. Jo, duhet vazhdojmë me vepra të mira, duhet vazhdojmë me agjërime, me leximet e Kur'anit, me namaz nafile dhe me gjëra të cilat e kënaqin Allahun subhanahu wa taala. Po këtë arsye të nderuar xhamat, le ta shfrytëzojmë këtë muaj të madh të Ramazanit dhe këto ditë të begata të cilat ne nuk e dim se Zoti i Madh Xhelle Xhelalu ana e mundson nesër neve vitet e ardhshme që ti përjetojmë këto ditë të mëdha të Zotit te bareke ve teala. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar një normë universale, të cilën e ka marrë nga Zoti i Madh te bareke ve teala. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Vërtet, veprat nuk vlerësohen ndryshe të Zotit sipas përfundimit të tyre. Andaj të nderuar xhamat, duhet të jemi shumë të kujdesshëm se si epilogu jon, si se letra e fundit, kapitulli i fundit si përfundohet. Andaj duhet të vazhdojmë me punë të mira, që me punë të mira ta përfundojna. Duhet vazhdojmë me namaz, që me namaz ta përfundojna. Duhet vazhdojmë me agjërime, që me agjërim ta përfundojna. Duhet vazhdimisht të mobilizohemi me iman kundër armikut ton, kundër shejtanit. Andaj të nderuar xhamat, këtë rregull që e tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, vlen tani për Ramazanin, po vlen edhe për pastaj. Ne po mobilizohemi në këtë muaj që 11 muaj të tjerë me pas bateri, edhe me pas energji me vazhdu në vepra të mira. Në këtë muaj Allahu subhanahu wa taala zbret për kreta begative dhe mirësive dhe mëshirës për robërit e tina, në mënyrë që ata ta fitojnë rahmetin Allahu subhanahu wa taala. Zoti i Madh Xhelle Xhelaluhu kur e ka përmend agjërimin si obligim për me lanë bukën dhe hajën, e ka përdor trajtën ku nuk është përmend vepruesi, kutiba aleikum, juve është shkruar, megjithëse Allahu e ka shkruajtur agjërimin. Mirë, po e ka përdor trajtën ku nuk është përmend ai i cili e ka shkruar, e ka obliguar agjërimin. Ndërkohë që kur e ka përmend urtësinë dhe objektivin, çfarë ka thënë? Yuridullahu bikumul yusra. Allahu dëshiron me ju letue. Pra kur përmendet lehtësimi, përmendet emri i Allahut. E kur përmendet vështirësia dhe ngarkesa, Allahu e tërheq emrin e vet. Për çfarë arsye? Për më na tregu se nuk ka obligim që na e ka bën neve, vetë se qëllimi ka qenë yuridullahu bikumul yusra. Zoti do më ju letu juve. A ka më lehtë se çka të ndërum xhamat? A ka më lehtë se çka ta fitosh rahmetin e Zotit, mëshirën e Zotit, begatinë e tina me pak orë agjërim, me pak orë namaz, me pak orë lexim Kur'anit, me një muaj ku kalon më shpejt se drita, ayyaman ma'dudat. Me gjithë se kur e ka përmen vlerën e mujit e ka cek shehru Ramazan, muaj Ramazanit, kur ka ardhë të shpejtësia ka thënë ayyaman, dit,
Shiko sa shpejt shkojnë të ndërum xhamat. Çështu ka me shku edhe Imri. Shikon këtë xhami, sot di xhenazë i kemi. Këtë po shkojmë ka dal te Zoti i Madh xhelle xhelalu. Allah na mundsot me përfundu me iman, ya rabbal alamin. Andaj, sikur që po e përcjellim këtë muaj të ndërum xhamat dhe gradualisht po përgatitemi, çfarë? Po përgatitemi për fundin e tina. Dhe pi rahmetit Zotit xhelle xhelalu, por shkak se muslimanët mërzitën shumë për këtë muaj dhe i kap një lloj nostalgjie e madhe, një lloj thyrje e madhe që muaj po ec, Allahu në Bajram e ka obligue festën, e ka obligue gëzimin, ta ka bo vajib mu gëzue, pse? Për ta balancu këtë mërzi. Se ti aje di se ti ka me të kap shumë mërzi e madhe. Çfarë ka thënë? Obligime ki mu gëzue, në mënyrë që me ta majt në ekuilibër emocionin tanë. Andaj të ndërum xhamat, të vazhdojmë me vepra të mira deri në fundin e Ramazanit. Ndoshta e qëllojmë natën e Kadrit, e na falën gjunahët tona, na falën gabimet e tona, të lutemi për vetët tona, të lutemi për evlatët tonë, të lutemi për familjet e tona, na futë Allahu në rahmetin e vet. Ne japim kontributin, Allahu na mëshiron. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, asnjëri pi juve nuk hin xhennet me punën e tina. I than sahabët, ja Rasulullah, a edhe ty të përfshin kjo rregull? Edhe ky parim edhe ty të përfshin? Tha edhe mua më përfshin, veç nëse Allahu na përfshin me rahmetin e tina. Pra ne i marrim sebepet, Zoti i Madh xhelle xhelalu i përgjigjet lutjeve tona. Ne i kemi agjërue, ama agjërimi jot pa u bë kabull te Allahu xhelle xhelalu nuk ka mundësi me pas efekt. Na e bëjmë namaz, po pa e bë kabull Allahu subhanahu wa taala nuk ka mundësi me pas efekt. Andaj thot Zoti jon xhelle xhelalu në surën Al-Maida, inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu nuk pranon vepra pos nëse burojnë nga njerëz të devotshëm. Lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu në këtë ditë xumaje, ditë Ramazanit, ditë e madhe, Allahu ti pranon kontributet tona, Allahu ti pranon agjërimet tona, Allahu ti pranon namazet tona, dhe na mundson që gjithmonë të jemi prej namazlive, gjithmonë të jemi prej agjëruesve, gjithmonë të jemi prej atyre të cilët kanë ndrohen Zotit Madh xhelle xhelalu dhe kanë akhlaqin të cilin buron nga Kur'ani dhe hadithi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Zotin e Madh në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, kritat ta musliman kudo që janë në përbot, në lindje dhe përëndim, dhe kanë vështirësitë e veta, kanë gazepët e veta, kanë luftrat e veta. Allahu t'ju ndihmon ya rabbal alamin. Allahu ti mbron ata ya rabbal alamin. E dorën e zullumçarëve dhe kriminalëve të cilët bëjnë fesad në tokë dhe mundohen me u bë sherrin muslimanëve, Allahu sherrin e tyre ndërmjet vetë t'u afut ya rabbal alamin. Kritat ata të cilët i torturojnë musliman në përbot, lindje dhe përëndim, Allahu xhelle xhelalu lutim që Allahu t'i ruan ata musliman të dob nga sherri sharraxhive ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu këtë ditë të mëdha, ditë të Ramazanit, ditë e xuma, që Zoti jon xhelle xhelalu emrat tona t'i shkronte emrat e xhenetlive ya rabbal alamin. Ti liron qafat tona prej zjarrit të xhenemit, ti liron qafat tona prej zjarrit që e ka bë Allahu ndëshkim për pabesimtarët. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që çdo mund që e kemi bë për Zotin e Madh subhanahu wa taala, Allahu ta shkruan në regjistrin e veprave të mira, dhe çdo kusur dhe gabim dhe mangësi dhe të metë që e kemi, të dukshme, të padukshme, me qëllim, pa qëllim, lutim Zotin e Madh me rahmetin e tina, Allahut na përfshin në maghfiretin e tina, në afuin e tina. Lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu subhanahu wa taala na mundson me jetu si musliman, të rritemi dhe zhvillohemi si musliman, dhe amanetin e fundit Allahut me adhan me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاواتنا وجميع طاعاتنا يا رب العالمين. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا جميعها، دقها وجلها، علانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح شأننا وأصلح ديننا الذي وعصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين، خاصة المستضعفين منهم يا رب العالمين. فك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين والمجرمين بالمجرمين، ونجي المسلمين المستضعفين منهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أعد رمضانا علينا أعواما عديدة يا رب العالمين، ونحن في صحة وإيمان يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.